do të ballafaqohemi edhe një herë me bllokada të pakuptimta. Besoj që do të ketë zgjedhje të ardhshme. Përsëri kemi më shumë vota se të gjitha partitë shqiptare të tjera së bashku. Absolutisht jam kundër që të ketë emër të vetëvendosjes. Unë jam kryeministri juaj, herë kryeministër në detyrë e herë në detyrë të kryeministrit. Kosova e ka dhe presidentën, Zalbulena Agjiu. Demokracia është në rrezik, shoqëria është në rrezik. Nuk i kemi ende rezultatet përfundimtare të certifikuara. Kur ti kemi rezultatet e certifikuara, do të shohim se cilat janë mundësitë që na ofrohen. Unë shumë shpresoj dhe jam shumë optimiste që nuk do të ballafaqohemi edhe një herë me bllokada të pakuptimta, edhe me bllokim të institucioneve të shtetit, por siç e keni parë edhe para zgjedhjeve të fundit, nuk ka qenë në dorën tonë sepse ofertat kanë qenë më shumë se gjeneroze, mirë po janë refuzuar. Shpresoj që mandati i fuqishëm që e jep vota e qytetarit këtë herë do të respektohet. Absolutisht jam kundër që të ketë emër të vetëvendosjes, sepse e dim që kemi qenë kundër që të gjitha pushtetet i marrë vetëvendosja, sepse vetëm e ka kriju një pushtet autoritar Albin Kurti dhe po shohim që edhe shkarkon edhe polic vetëm se nuk i përshtaten deklarimet e tij dhe sigurisht që çdo ditë që ndron në pushtet dhe i kap të gjitha pozitat, demokracia është në rrezik, shoqëria është në rrezik, vetë Kosova është në rrezik dhe besoj që ne nuk duhet t'i japim shansën tutje të vazhdoj ky pushtet. Pavarësisht të sa i pushtetshëm është bërë, besoj që qytetari në fund të ditës nuk do të dorëzohet dhe do të shohim një rezultat ndryshe edhe besoj që do të ketë zgjedhje të ardhshme sepse me të vërtetë qytetarët e kanë pasë vetëvendosja ka rënë nga 51% dhe e ka ndihmu buxheti i Kosovës duke kesh përdor Albin Kurti që të fitojë një përqindje të madhe, ndërsa një pjesë fatkeqësisht s'ka marrë pjesë në zgjedhje janë dëshpëruar se kanë kriju bindjen psikologjike që ky do të fitojë dhe do të blej votat e gjithë qytetarëve në shumicë dhe do të ndikon në fitore të tij. Nuk diskutojmë na as për vijat kuqe, as për koalicione të cilat do t'i shohim pasi të kemi marrë rezultatin përfundimtar të certifikuar me qëllim që ta dim cili është mesazhi i qytetarëve. Nëse na nuk e dim mesazhin e qartë të qytetarëve, atëherë edhe nuk e respektojmë mesazhin e qartë të qytetarëve, atëherë gabojmë shumë. Ne kemi fituar zgjedhjet përsëri jashtëzakonisht bindshëm, përsëri kemi më shumë vota se të gjitha partitë shqiptare të tjera së bashku, prandaj nuk shoh asnjë arsye, është e vërtet pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë më e vogël. Ky është një mesazh të cilin duhet ta analizojmë dhe ta kuptojmë drejt të gjithë ne që jemi aktiv në skenën politike. Unë personalisht besoj që PDK-ja nuk duhet të jetë e gatshme dhe besoj që qëndrojmë me elektoratin besnik të Partisë Demokratike të Kosovës që mos të shkojë në koalicion me vetëvendosjen, as të diskutoj as një pozitë në këto rrethona, sepse e kemi pa se çfarë i ka sjell Kosovës një pushtet i tillë për çars një pushtet i tillë që për to është më e rëndësishme një shlirimtar i vdekur se sa një shlirimtar në Kosovë në pushtet. Të jeni të sigurt, të dashur qytetarë, që televizja vetëvendosje e keni garancinë e mirë qeverisjes dhe se shteti si republik është në duart sigurta. Unë jam kryeministri juaj, herë kryeministër në detyrë e herë në detyrë të kryeministrit. Kosova e ka dhe presidentën, e ka ushtruesën e detyrës presidentës Zalbulena Agjiu. Dhe besoni dashur qytetar, që pavarësisht sa festojmë sonte, nesër në 8 mëngjes, krejt qeveria e në punë. Se cili ministër e zëvendësministër, të gjitha ekipet tona,
e unë si kryeministër dhe zyra e presidentes, Albulena me krejt ekipin e saj, në 8 mëngjes janë gjithë në punë. Ajo që ka i mungën shtetit Kosovës, nuk është as qeveria, as presidenca e presidentja. Republikës Kosovës i mungon kuvendi. Fatkeqësisht bloku opozitor nuk shkojnë punë. Ne tjerë gjithë shkojnë punë mëngjes në det. Dhe ne jemi të interesuar që edhe bloku opozitor shkojnë sa ma shpejt në punë. Andaj urojmë që legislatura e 11 t'ja filloj dhe kjo varet para së gjithas nga certifikimi i rezultateve. Natyrisht që në javët në vijem do të komunikojmë, do t'i takojmë e do të bashkëpunojmë me të gjitha subjektet politike të Republikës Kosovës